Asta më shumë urime. Faleminderit shumë. Si ndihesh? Okej, them që s'kam emocione të gënjeja, por që jam shumë e kënaqur që është finalizuar në këtë formë puna ime. Nuk them pas në backstage, ka qenë një punë e madhe, po jo vetëm në backstage, edhe në pjesën e studios kur ne kemi punuar veshjet. Unë kam një brand timin që quhet Vajza, dhe është i dedikuar për vajzat që janë të mbuluara, por jo vetëm vajzat që janë të mbuluara, që vajzat që pëlqejnë modesti. Pra kam fut një rrym, jo të re, por që në Shqipëri për shkak të mungesave, po them, ose mungesave, ka parë që është domethënë diçka që një iniciativë domethënë që është pëlqyer edhe po rritet avash. Sa kohë keti që punon për këtë koleksion? Atëherë koleksioni i përket edhe sezonit, mund të kem disa muaj që përgatitem, por më shumë se për koleksionin është nisma, siç po thoja, e brandit që ka disa vite, që para se ta nisja brandin është mirë menduar se si do zhvillohet dhe target grupi që do arrijë dhe i gjithë koncepti pra që ka në thelb, që të paraqesë një perspektivë të veshjeve islame, por jo vetëm, për gjitha pra gratë dhe vajzat. Vajza, çfarë përfaqëson? Pse zgjodhe pikërisht këtë emër? Atëherë, unë kam dashur në fillim që të jetë diçka autentike shqiptare, pra edhe emri të them ka ardhur kështu si rastësisht, por aty vajza vjen si BZ speak up. Po. Vërtet shumë interesante. Kjo është pjesëmarrja jote e parë në Albania Fashion Week? Atëherë me Gentianën, pra organizatoren, unë kam marrë pjesë si studente në Milano Fashion Week, pra është hera e tretë që marrë pjesë në sfilata të tilla, dhe në Albania Fashion Week që organizua në tetor vitin e kaluar, dhe tashmë. Si ndihesh për këtë bashkëpunim afatgjatë dhe të suksesshëm në Albania Fashion Week? Shpresoj që të kemi edhe më shumë bashkëpunime, ishte shumë interesante, normalisht e si klesh me asfjarës dalin. Na tregu pak më shumë detaje mbi koleksionin, copat që ti ke përdorur, elementet, se si është punuar. Atëherë koleksioni është i ndërtuar tërësisht në materialin e jeansit, denim, dhe pjesë unë kam eksperimentuar me zbardhjen, pra zbardhimin e tij, duke krijuar ato vijat, linjat. Më pas stili supozohet i gjithë që të jetë sa më street, pra urban, vende vjen edhe si floral në formë dhe jo në pattern. Si janë pritur këto veshje dhe brendi Vajza nga publiku? Kam përshtypjen që janë pëlqyer, janë veshje të thjeshta, janë veshje që janë si të them, besoj se i kam pëlqyer. Këto veshje ku mund të përdoren? Çfarë targeti ke? Çfarë target grupi ke? Si target group, po qëllimi është që të vishen, ose vishen nga rinia, pra, nga vajzat adoleshente dhe jo dhe më të mëdha. Pra do të dëshiroje që veshjet që ti krijon të vishen dhe në përditshmëri, të japin siguri, rehati? Po, patjetër. Pra, qëllimi është që të jetë diçka që na shoqëron në rutinën e përditshme, në vrapin për make-up, domethënë në arrit aktivitetet e ditës. Kur ka nisur pasioni yt për modën? Kur fillove ti të bësh skicat e para? Atëherë, unë faktikisht kam studiuar në Akademinë e Arteve për pikturë tekstil dhe nuk është se kisha një dëshirë të madhe për të marrë me modën, por rrjedhimisht duke eksperimentuar dhe duke pasur se si zhvillohej, fillova të interesohesha më shumë edhe momentin që unë personalisht filloj të praktikoj dhe më shumë fenë time dhe të vendos të mbulohem, filloj të kuptoj se sa vështirësi kishte tregu këtu në Shqipëri për sa i përket veshjeve, mbulesave, dhe do dohet të ishte diçka që nëse një vajzë e mbuluar vishet, të mos jetë përfaqësuese e një vendi, se siç mund të themi në rëndom të vërdall, dhe më tepër të tregoj personalitetin e asaj. Gjithashtu duke ruajtur dhe parimet. Është përqafuar dhe pëlqyer Vajza nga vajzat e fesë muslimane?
Vajza është akoma në fillimet e saj, unë po luftoj, po mundohem shumë që përhapet një jetë sa më shumë, por me sa kam vënë re, besoj se po. A do doje ta ndërkombëtarizoje? Patjetër ka qenë qëllimi fillestar kryesor, por që hap pas hapi inshallah. Unë të uroj shumë suksese. Shumë faleminderit edhe ju.